Këshilli Bashkiak Divjak ka zhvilluar mbledhjen e fundit për vitin 2025 në të cilën është diskutuar dhe miratuar ndër të tjera edhe buxheti për vitin 2026. Në mbledhjen e drejtuar nga kryetarja e Këshillit zonja Liri Biti, fillimisht është diskutuar mbledhja e Këshillit Bashkiak e krijimi i një shoqërie me aksione 100% të bashkisë, shoqëri e cila do të administrojë tregjet dhe asetet e bashkisë. Kompania e cila do të mbajë emrin tregtar Riela do të administrojë dhe kabinat e plazhit Divjak, të cilat nuk sjellin të ardhura prej 35 vitesh. Më pas në diskutime, vendin e zuri projekt buxheti i bashkisë, të cilin e paraqiti drejtori i financës së bashkisë Divjak, zoti Xheladin Brahkola, me 14 milion euro dhe me një rritje prej 27% më shumë se sa buxheti i vitit paraardhës. Ky buxhet do të shkojë kryesisht për pagat dhe sigurimet e 488 punojësve të bashkisë, si dhe për shpenzime operative dhe investime. Projekt buxheti për vitin 2026 parashikon investime me vlerën e 1.2 milion eurove, nga të cilat 50% do të shkojnë për shtime rrugësh duke blerë binder dhe asfalt. Edhe pse pati kundërshtim për mënyrën se si do të procedohet për investimet, projekt buxheti kaloi me 13 votat e pozitës dhe 6 të opozitës të ndodhur në sallë, madje më shumë kundërshti pati nga radhët e këshilltarëve të pozitës se sa të opozitës. Në faqen e fundit, nga sektori juridik i prokurimeve është një listë e kërkesave që kalojnë në shoqërinë Riela dhe janë gabina pushimi. Nuk e di se çfarë lidhje kanë këto gabinat e pushimit që kalojnë kësaj shoqërie në lidhje me këto lloj funksione që ne i delegojmë. Edhe është firmosur vetëm nga nga andi dhe nuk bëhet pjesë, domethënë, ndonjë pjesë e inventareve. Dhe nuk ka lidhje, por mua s'ka lidhje logjike që këto gabina pushimi i kalojnë të paktën në këtë lloj faze shoqërisë Riela. Sa vetimin e re kryetare që i keni ato gabina bashkëtia, nuk bëshin logaritën. Jo, nuk e di, por unë të pyes. Po një aritmetike thjesht në nxjerrë, 91 është do ndryshimi i sistemit. Sot e një 2025. A e bërë logaritë? Unë nuk bëj dot një lidhje midis listës të ndërtesave me funksionet që ne kemi deleguar kësaj shoqërie. Nuk më dakord për lidhje. Lidhja është një gjë, por llogaritë thash këtë, në këto 30 kursur vjetë, që ato kabina janë punuar dhe vazhdojnë punuar. Shqetësimi jo për çfarë është, dilema shumë të punuar. Të nxjerrim një projekt vendim ku t'i delegojmë edhe këtë si funksion, sepse këtu në këtë që është përshkruar projekt vendim, po një procedurë. Po pra, kjo procedura sot nuk i shkon që këto gabina t'i kalojnë shoqërisë Riela. Nëse nuk është një procedurë, se nuk është në procedurë. Po edhe njerë. Po sot jo, për mua domethënë, nuk e di për këshilltarët e tjerë. Me kaq fjalë sa shkruhet të dy dhe prefekturës së Kosovës. Problemi i madh është kjo. Ky problem që ju keni ngritur, sepse edhe në ato projekte që ne gjetëm bashki dhe ashtu siç ishim i tenderuar, dhe shkojmë praktik në terren dhe janë komplet ndryshme. Të tre fshatrat, Zharnez, Krekuq, Grapian, projektet i kishin të gatshëm bashki, që kemi gjetur, dhe nuk mund të ndryshojnë, sepse ju e dini që Bashkia Divjak, pas ka tenderuar më herët 30 milion lekë të reja, vetëm projekte që do të zbatohesh. Dhe një nga ato 30 milion që është ky projekt, i këtyre ujrave, fshatrave. Shkojnë në terren dhe është komplet ndryshe. E këto dhe nuk po dim si do të justifikojmë, sepse firma vetëm Zharnez të sot e ka nisur ta marrojë, lutem, me duro. Tani, te kjo që do të vinë në gjithë të transformimet që kanë bërë bashkia, dakor? Erdha, kisha një grup, i besova atyre grupit që ishin, që gjetën bashki, e bëra dhe drejtorat të sotrin, për fatin e keq të tina, tonë nuk e di, ju e dini se si la punën mbrapa. Mezi ka ardhur një djalë i ri. Edhe djali që ka ardhur nuk është specialist i mirë fill e asaj pune. Me një grup vogël punë që kishte. Sfumi
Për herë para dhe atë ndërmarrje, atë drejtori e kam të unifikuar. Fati në ashtuar edhe një arkitekt, Denis Shindjan nga Sarmeci, i është bashkuar drejtorisë urbanistikës. Se kemi rritjet pagave, janë ullë krahasuar me totalin e buxhetit, kasën pesh specifike në përqindje. Për investimet, peshën më të madhe e zonë investimet për rrugët, pra blerje binderi dhe qaku, ndërsa te pjesa e bujqësisë, pastrimi i kanaleve kryesisht, edhe i rrugëve bujqësore, mbulohet me shpenzimet për naftën, për karburantin që ne planifikojmë në buxhet. Dhe krahasuar me vitin e kaluar, e kemi rrit fondin për me blej naftë, në qenë se edhe flota e mjetet e bashkisë është rinovu, nga kanë arë mjetet reja, që mendojmë që do për këtë vit puna me kanalet pulluse kryesisht do jetë në një nivel më të lartë se sa në vitin 2025. Në shifra konkrete, buxheti i bashkisë, bashkë me transfertën e kurzuar, se njëherë burimet e financimit, se pjesa më e madhe juja kanë përvojë në këshill dhe e kanë qartë, janë të ardhurat që përmbuan vetë bashkia, transferte e përgjithshme nga buxheti i shtetit, edhe transferta sektoriale për funksionet e delegume që financohen nga qeveria qendrore. Është edhe granti kurzuar për ndihmën sociale për invalidët e tjerë.